Zonja Lala, çfarë ndodhi sot në mbledhjen e Këshillit të Mandateve? Dolën lajme sikur prokurorët kanë thënë se Balluku rrezikon, dolën lajme domethënë se sipas dëshirave, lajmet, kush e godet Ballukun fort e godet. Aty te ty edhe s'ndodh, e kupton, po? Shumë media edhe godasin fort, merrin automatikun edhe në disa media të janë nuk e godasin. Por disa thanë që ishte 35 vite burg, nëse i mbledh të gjitha. Po tani kaq burg nuk bëjnë as ata që vrasin kanë me sa di unë. Edhe këtë vrasit 25 bëjnë. Dhe kjo duket sikur duke shtuar dhe moshën e kësaj duket sikur të jetë kaq, domethënë duket sikur dënon me burgim të përjetshëm. Si ka mundësi tani kjo? Janë të vërteta këto gjëra, çfarë u tha aty? E rëndësishme dhe çfarë konkludonte? Tani s'pari zoti Rakipi duhet ta nis nga vetja, unë vazhdoj të qëndroj besnike të vërtetës edhe vetëm faktit, kështu që do të ndajmë vetëm ato detaje të cilat i konsideroj të rëndësishme për opinionin publik, por edhe për ta sqaruar çështjen. Mbledhja për rregulloren Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin u zhvillua me dyert të mbyllura për faktin se ishte SPAK që kërkoi një gjë të tillë, duke pretenduar prokurorët, tre prokurorët e posaçëm, Klodian Braho, që është edhe drejtuesi i prokurorisë së posaçme, Dorina Beko dhe Dritan Prençi, të cilët arsyetuan se duke qenë se bëhet fjalë për një çështje nën hetim, ekziston rreziku që të dëmtohen provat dhe dëmtohet hetimi dhe për këtë arsye ata kërkuan një këshill ose një mbledhje me dyert të mbyllura. Tani në lidhje me pyetjen tuaj, patjetër që ka patur një përdorim të termit 35 vite burgim, por është thënë në këtë kontekst. Zoti Braho, në cilësinë e njërit prej prokurorëve të çështjes, duke parashtruar të gjitha argumentet përpara Këshillit të Mandateve Rregulloreve dhe Imunitetit, ka deklaruar ndër të tjera që në momentet e para kur është kërkuar dhe është miratuar fillimisht pezullimi nga ushtrimi i funksioneve për zonjën Balluku, veprat penale për të cilat ajo akuzohej kishin një marzh dënimi deri në 10 vite burgim. Duke qenë se më pas prokurorët e posaçëm gjatë hetimeve kanë zbuluar prova të tjera sipas tyre, që e kanë rënduar ndjeshëm pozitën e zonjës Balluku dhe bëhet fjalë për 9 episode të shkeljes së barazisë në tendera që kanë të bëjnë me tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras, 7 lote të Unazës së Jashtme ose Unazës së Madhe të Tiranës, por gjithashtu edhe për koncesionin e rrugës Tuman Kashar. Prokurorët kanë thënë që hipotetikisht ekziston mundësia që të ketë një dënim deri në 35 vite burgim, po kjo është thënë në mënyrë hipotetike për treguar që në raport me momentin e parë, kur është kërkuar masa e pezullimit nga ushtrimi i funksioneve për zonjën Balluku dhe ne kemi diskutuar disa herë në studion tuaj, kjo pozitë është rënduar ndjeshëm dhe sot gjendemi përpara fakteve të reja, por edhe dyshimeve të forta për shkelje të barazisë në tendera edhe për lote të tjera. Pra ka qenë ky kontekstin në cilën kanë përdorur prokurorët në mbledhjen e Këshillit. Qartë, pati dhe lajme se prokurori ka thënë që të fortët kanë kërcënuar dëshmitarët. Që janë të vërteta apo i shton gazbardhi, sepse një media shumë e rëndësishme, Top Channel, tha që kishte një kontekst shumë, si të thuash, nuk ishte vërtet, thoshte prokurori i çështjes. Nuk marr përsipër të komentoj çfarë kanë deklaruar mediat e tjera, por ajo çfarë di të them edhe që për këtë mbaj përgjegjësi për vërtetësinë e asaj çfarë do të deklaroj lidhet pikërisht me faktin që prokurorët për të mbështetur kërkesën e tyre kanë paraqitur disa argumenta. Argumenti i parë sipas tyre, ekziston rreziku që zonja Balluku të ndërhyjë për të prishur provat, për sa kohë duke ushtruar funksionet dhe ka funksione të rëndësishme si zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, së pari, dhe së dyti, ekziston rreziku shumë i lartë sipas tyre të intimidojë dëshmitarët, të cilët në pjesën ndërmuese janë ose vartës ose ish vartës të zonjës Balluku. Në këtë kontekst, prokurorët kanë paraqitur disa përgjime telefonike por edhe ambientale, ku vartës të zonjës Balluku kanë folur aty mes njëri tjetrit se ka dyshime që zonja Balluku është duke përdorur eksponent ose njerëz me rekorde penale për të friksuar dëshmitarët dhe po ashtu kanë ngritur dyshime se janë ofruar para me qëllim që të ndryshohen dëshmit. Por mbetet në këtë kontekst, ndaj zonjës Balluku nuk ka një akuzë të re penale për intimidim të dëshmitarëve, por nga përgjime telefonike që janë kryer ndaj vartësve të saj ose ndaj bashkëpunëtorëve dhe ish bashkëpunëtorëve të ngushtë, prokurorët e posaçëm pretendojnë se kanë arritur të sigurojnë prova të cilat sipas tyre çojnë në dyshimin arsyeshëm që zonja Balluku është duke intimiduar dëshmitarët, që është një kriter ose një kusht shumë i fortë
që të kërkohet leja Domethënë, për arrestimin e një kriteri i fortë subjekti është përdorur në rastin konkret të nga gazi si të fortët zëvendës pastaj? kryeministres. Kjo kriteri fort, Më falni, nuk e... kjo kriteri fort e tjera është përdorur pastaj nga gazi si të fortët, ka përdorur dhe të fortët. Të fortët janë kriminalët. Atëherë, nuk ka një eksponent të krimit të organizuar që t'jetë përgjuar në mënyrë direkte, por janë vartës dhe ish vartës të zonjës Balluku, të cilët kanë pretenduar se ata janë shantazhuar ose janë intimiduar nga njerëz me rekorde. Se çfarë do të sjellë më vonë hetimi, kjo mbetet për të sqaruar. Por patjetër, në momentin që prokurorët ngrenë këtë pretendim për intimidim të dëshmitarëve, është një kriter ose një kusht shumë i fortë për të bindur kuvendin për të dhënë autorizimin për arrestim. Kështu që ky është konteksti në cilin është thënë. Aty pastaj nga momenti i parë që zonja Balluku more pandehur deri në momentin ku ne ndodhemi aktualisht në këtë bisedë, të drejtë për drejtë ka ndryshuar shumë kushte dhe kritere. Kishte fillimisht dyshime për një akuzë, tashmë ka disa lote ose disa akuza dhe episode për shkeljen e barazisë në tendera, vlera e tenderave që dyshohet jena pra ketë pasur abuzim është rritur ndjeshëm bëhet fjalë për miliona euro. Gjithashtu ka edhe një dëshmi të njërës prej varëseve të zonjës Balluku, e cila pretendon që tenderat i ka kryer nën diktimin ose nën urdhrat e Evis Berberit, i shkreuta autoritetit rrugor shqiptar, por ndërkohë pretendohet që kjo zonjë, e cila është gjithashtu e pandehur, nuk e di nëse mund ta themi emrin për sa kohë, ajo është një zonjë e cila pretendon se është kërcënuar, është e pandehur për tenderin për tunelin e Llogaras dhe pretendon që është kërcënuar për të drequr dëshmin ndaj zonjës Balluku. Pra ky është gjithë konteksti i asaj çfarë ka ndodhur në Këshill. Batoni thotë nuk është e vërtet kjo, por gjithsesi ne do diskutojmë këtu më pas. Zoti Agjiu ka të drejtën e vet, mund ta debatojë, unë mbaj përgjegjësi për atë çfarë unë them. Jo. Nisharim. Për kërcënimin, se kur përmende kërcënimin, fjalët e zotit Bardhi, Uleni pak temperaturën, të cilët se ju doni që ja u them dhe publikisht, po ja u them, uleni temperaturën. Janë dalë se janë të prokurorëve, që s'është e vërtet. Janë të Gaz Bardhi. Tani, zoti Agjiu nuk ju referova askund të zotit Gazmend Bardhi. Unë ju referova burimeve pranë mbledhjes dhe për këtë çfarë unë kam deklaruar mbaj përgjegjësi dhe kam kurajon të përpallem me gjithë kënd, me gjithë objektet dhe subjektet edhe çfarë ju të doni, si nga SPAK ashtu edhe nga antarët e Këshillit. Kështu që çfarë pritet të ndodhë tani, zonja Lala, pyetje e fundit, ai qëndron SPAK kërkesës për arrest pas vendimit gjykatës kushtetuese që të lënë fuqi pezullimin e Ballukut. Çfarë kërkon konkretisht? Kërkon vërtet të arrestim apo gjë tjetër? Se folëm diçka ne, po nuk e mora vesh mirë. SPAK kërkon leje ose autorizim për arrestim, por përgjithsisht në rastin e zonjave pra të grave, të cilat janë konflikt me ligjin, përgjithsisht SPAK ka kërkuar masa më të lehta se sa ajo arrestit në burg. Pra përgjithsisht është shkuar vetëm në arrestin në shtëpi për ashtu rastet kur ka krim të organizuar ose kur ka vepra penale që lidhen me krimet kundër jetës ose kundër pronës, pra kur ka vrasje e tjera me radhë. Në rastin konkret, nëse do t'jepet autorizimi, gjë që me sa duket nuk do të ndodhë, do të shkohet me kërkesën për arrest shtëpie. Por gjasat janë që kjo të mos ndodhë dhe normalisht SPAK i ka duart e lidhura, do të vijojë hetimet dhe më pas do të finalizojë ato për ta dërguar dosjen për gjykim. Pra do të merret telefoni dhe kontroll në shtëpi. Diku dëgjova unë. Mund të ndodhë kjo nëse do të autorizoj kuvendi, por duhet të autorizoj kuvendi edhe kontrollin e banesës, edhe kontrollin personal, që nënkupton marrjen e celularit. Por gjithsesi edhe këtë mas duhet të autorizoj kuvendi. Në një fare shkurtër me Klodin se do të shkputemi. S'kemi? Jo. Nuk kemi. Okej. Klodi, faleminderit shumë. Miru përgjigjeti. Pozitivisht, me thënë. E përdorim shpesh në dikon e kaluar kur punonim gazetarë të shtypit shkruar, e përdorim këtë. Negative në sensin pozitiv ose pozitive në sensin negativ. E përdor të dikur që ishte i rëndësishëm, të doktorin atë kohë, dhe i thosh a i jep të përgjigje që se mërë të vesh, askur se mërë të vesh. Thoshte, mirë është bëhet kjo gazet, se është negative, por në sensin pozitiv, që në ndihmon ne. Si koha jonë, thoshte, po, se nuk e kupton mirë lexuesi këtë gjë, shikuesi.